Qife, në çështjet private, a bën ti shami apo jo është diçka tjetër. Në institucionet publike, që në institucionet shtetërore, në cilat hyn edhe shkolla, I kryojmë ligjet. Aty është situata pak më ndryshe. I kryojmë ligjet e duhura. Jo me Zonja Huduti, nëse më lejon. Vazhdo. Zonja Huduti, nëse më lejon, të lutem. Se si do t'jetë gjendja e muslimanëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ju ftoj ta presni 1 vjet 2, ma larg nuk shkon. Edhe këtu në Evropë, edhe do ta shihni edhe gjendjen se kjo gjendje është shkaktuar nga dikush. Ti nuk mund t'i bësh presion një kulture të huaj se ti je muslimane, unë të respektoj si muslimane, po si shqiptare mos na fol. Për musliman e ki drejtën, se me ta identifikohesh. Zonjë, të lutem, unë nuk të pranoj si shqiptare përderisa ti e ki këtë bindje. Se kapeni për mu, kaponi për deklaratat e mia, jo për mu. Deklaratat e juja janë në interes një Unë e vajzës time i kam thonë, unë e vajzës time nga mosha 12 vjeqare, deri në moshën 22 vjeqare, ka qenë mbuluar, gjerisa nuk i kam dhonë ky shtet në 2007, kur kam ardhur një më shpëngull nga Prizreni në Prishtinë, nuk ma ka pranu as Mehmet Akifi. Edhe unë jam detyru me qunë Tiranë, vajzën time, dhe mas përfundimit të masterit, e kam pa. Uno? Zonja Huduti? Me drese nuk ka dash, vetëm edhe që ta. Si se ka pranuar shkolla në faj, për shkak mbulesës? Nuk duan të boj profesion hoxhallokun. Ajo është sot përkthyse punon gjykat. Vajza ime, veç pak, e ka regjistru që 200.000 euro, masi e more çështjen time, 200.000 euro kom investu për qendrën për kurse, vjen nona me 2 fëmijë, thot, this horrible has to, kjo trishtim ka me mësu mu, pse e shë vajzën time me shami, vajza ime fillon me qajt, me master, me 2 fakultete, unë i tham, hiqe mam shamin. Hiqe mam shamin, sot vajza ime është pa mbules. Ja ke heq shamin. Une i kom thonë hiqe se po hecim njësoj të gjurmëve që mund ka diskriminu këto ligjet e njerëzve. Jo ligjet e Amerikanëve. Na duhet jemi vend demokratik, Amerikën e kemi aleate, edhe duhet Amerikanë të marin të nabin atë demokraci. Mos na krahasoni me Francën, me Gjermanin, me ata tjertë. Ata kanë problemet me muslimanët që janë refugjat. Na nuk jemi refugjat në këtë vend. Na jemi vendas, të drejta tona do t'i kemi. Une nuk e njoh këtë organizatën shoqatën Arita, bile prita me ardhë disa prej atyre zonjave, po që s'pas kanë ardhë, ama me të vërtet, mos na shkelni. Mos na shkelni, ligjet i dojnë si që është amandamenti në shtetit. Se na lejon, se ti poleteri tasha, na lejon, ti vetë dhe pak. Amandamenti i par, i kushtetutës United States of America, e lejon dhe e mbron. Nuk është temë, zonë, nuk është temë Amerika. Dhe në shkolla fillore prej klasës par, vajza mund. Zonja Huduti nuk është temë.